Në vetëm 4 muaj, agjentët imobiliar thonë se mijëra qytetar kanë aplikuar për të rivlerësuar pronën e tyre, duke përfituar nga fushata me normë tatimore 5%. Në statistikat që kemi përpunuar në 2-3 muajt e parë, po themi në shkurt, mars edhe prilin, e fushatës së rivlerësimit të këtij vitit, na ka rezultuar që në këtë vit ne do të jemi shumë më mirë me procesin e rivlerësimit, me aplikimet, se që kemi qenë vitet e kaluara. Pra nëse po themi në përgjithësi në fushatat e kaluara, në vitet e kaluara ka qenë diku tek 33-35.000, në këtë vit do duhet të jenë diku tek 55-56.000 aplikime për rivlerësimin, aplikimet, jo vetëm aplikimet të kryera në ASHK, por aplikimet të përpunuara. Veç Tiranës, një interes i lartë për të rivlerësuar pasurinë është vënë re edhe në zonat bregdetare, veçanërisht në Vlorë. Por ekspertët e tregut thonë se duhet ende kohë për të kuptuar nëse këto prona dalin në treg për shitje. Shumë herët, sepse duhet të përpunohen, besoj që deri në fund vitit duhet të përpunohet edhe një dhënë tjetër, e dhëna e kontratave të shitblerjes gjatë 2026, për kuptuar nëse janë rivlerësuar 55.000 pasuri, por në të njëjtën kohë janë tregtuar rreth 35.000, aty ne mund të shikojmë që 20.000-shja ka qenë vetëm për të reflektuar vlerën e saktë, vlerën e tregut në kartelën e pasurisë. Për shkak të numrit të lartë të aplikimeve, edhe tatimet po mbledhin më shumë të ardhura. Në mars, prill, maj, qershor, tatimet kanë pasur mundësi të argëtojnë rreth 50 milion euro nga procesi i rivlerësimit. Dhe nëse shikojmë 2 vitet më të mira, po themi 2022 dhe 2025, vitet më të mira për mbledhjen e tatimit mbi fitimin kapital ose tatimit që vjen nga transaksionet me pasuritë e paluajshme, jemi 2 herë më mirë, 2 fish, 2 herë më mirë se sa këto 2 vite. Dhe nëse ndjekim mesatarë mujore, deri në fund të këtij vitit, për shkak të procesit të rivlerësimit, tatimet do të grumbullohen të paktën 2 fishin e 2022-shit dhe 2025-s, po themi respektivisht vitet më të mira. Fushata e rivlerësimit nisi zyrtarisht në fund të muajit shkurt dhe do të zgjasë deri në dhjetor.